Këngëtarja Jonida Maliqi ka folur sërish për gjyqin ndaj ish bashkëshortit Gent Prizreni. Gjykata e Tiranës në nëntor 2024 i dha të drejtë këngëtares pas padisë së ngritur nga ajo se ish bashkëshorti nuk ka përmbushur detyrimet për të birin. Në lidhje me rastin Maliqi ka treguar vështirësi, teksa rrëfen se ishte e detyruar ta bënte publike për të mbrojtur djalin e saj. Këngëtarja është shprehur se nuk është penduar për rrugën që zgjodhi dhe do e bënte sërish publike nëse do të kishte padrejtësi. Një nëm mund të luftoj edhe me mullinj të erës. Për më tepër unë si personazh publik, arritën në një pikë ku nuk më është dashur të arri, por u detyrova ta bëja publike për të patur drejtësi. Nuk jam penduar, mu desh të mbroja veten dhe tim bir. Mund të më duhet ta bëj përsëri, sa ajo. Këngëtarja Jonida Maliqi hodhi në gjyq ish bashkëshortin e saj, Gent Prizrenin, për shkak se nuk paguante pensionin ushqimor për djalin, i cili ka nevoja për përkujdesje të veçanta për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Në kërkesën e saj, këngëtarja parashtronte se ish bashkëshorti nuk kishte bërë pagesën prej 2000 eurove në muaj për pensionin e të birit, ashtu siç kishin rënë dakord.